Zyrtari i nismës social-demokrate ka thënë se takimet me kryetarin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti janë të padobishme. Kjo pasi siç u shpreh Zafir Berisha, te fidani në Klan Kosova, Kurti edhe kafen ta kesh përdor. Me të hysh në qeveri është shumë problem. Kush mund të qeveris me të? LDK-ja nuk po pranon as kafe të pi me të, sepse ky të kish përdor o borë edhe kafen, deklarohet Berisha. Ai tha se nuk do të pinte kafe me Kurtin, edhe sepse s'ka gjë prej tij dhe se për të do të ishte ulje e vetvetes. Familja e Haki i Merit, përmes një postimi në Facebook, ka reaguar për anëtarësimin e Fatos Gecit dhe Gazment Halilajt në Partinë Guxo. Familja i Meri e vlerëson këtë lëvizje të dy anëtarëve të rinj, duke i quajtur forcë politike. Tuti shkruhet që ky anëtarësim është veprim që tund themelët e kriminalëve të kamufluar gjithandej, duke shtuar që u shtua një krah i ri në betejën kundër të keqes së vjetër. Të dashumiq me ardhen e Fatos Gecit dhe Gazment Halilajt në Partinë Rrugoviane, Guxo nuk mori thjesht dy anëtar të rinj, mori forcë, mori muskuj politik, u shtua një krah i ri në betejën kundër së keqes së vjetër. Kur flasim për të keqen, nuk nënkuptojmë ndonjë dreq me brirë nga legjendat, apo edhe këto guedzanate arrahëgjokseve të rreme, por për bindëshin e vërtet krimin e organizuar me maskë patriotike që quhet çlirimtar nuk mjafton më, sidomos kur e vetmja gjë që ke çliruar dhe që synon është arka e shtetit. Patriotizmi këtyre mashtruesve, profesionistëve me flamur, është bërë si mall festiv. Shitet për çdo rast, përdoret për çdo rast, përveç mbrojtjes së shtetëndërtimit. Kur ty e dëmton, e kemi zbukuruar historinë për propagandë dhe fashtojnë herë zjarr, herë shira, herë gjykatës në librat e tyre, herë qengja e në Hag. Mjafton një gërvishtje dhe poshtë del fytyra e vërtet mashtrues ordiner, zhvatës me zhurmë të kamufluar pas fjalëve. Por tani me këto dy zero të rinj Guxo forcohet, bëhet aleat dhe më i denj i lëvizjes vetëvendosje, lufta kundër mashtrimit me stem patriotike me arhov të ri. Urojmë Guxon me shumë guxim, më shumë veprim që tund themelët e kriminalëve të kamufluar gjithandej. Besojmë që zgjedhjet e ardhshme, bashkë me lëvizjen vetëvendosje ta kthejnë propagandën në heshtje, të keqen në një kujtim të hidhur, por ata që pengojnë shtetëndërtimin, sepse Liga nuk mposhtet me lutje, por me votë, me vizion, ndyllet postimi i tyre.